Me qëllim të sensibilizimit të rinjeve për sëmundjen vdekje prurse HIV/AIDS, studentët e Kolegjit Evropian Dukagjini kanë organizuar ligjërata në disa shkolla fillore dhe të mesme të PE-s në lidhje me këtë temë. Ata filluan në shkollën fillore 8 Marsi, ku në këtë rast edhe kishin përgatitur një test për t'i parë njohuritë të nxënësve për këtë sëmundje. Në vazhdim të aktiviteteve që po marrin pjesë studentët e Kolegjit Evropian Dukagjini, është edhe ky, domethënë jena ndan grupe, edhe jena në pothuajse të gjitha shkollat të qytetit të PE-s. Qëllimi është me mbajtë një ligjëratë shkurt lidhur me HIV/AIDS, domethënë mi tregu nxënësave se çka është, si duhet mbrohen nga kjo. Domethënë qëllimi është që të kemi një shoqëni sa më të mirë dhe të njoftuar për këto gjëra. Edhe për arsimtarët dhe nxënësit, kjo ligjëratë ishte mirë se ardhur pasi që ata arritën që të mësojnë dhe të informohen më shumë. Rëndësia për ligjërimin apo tregimin e nxënësve se çka është HIV-i është shumë e rëndësishme, do të thotë si preventiv për parandalimin e kësaj sëmundje që është vdekje prurse. Prandaj shkaktarët të cilët e shkaktojnë janë pra viruset dhe paraqiten pra mënyrën e përhapjes së tyre është pothuajse përmes kollitjes, etheve, dhimbjeve, nyjeve, të gjitha këto pra një ligjëratë sado qoftë e shkurtër është e mirëseardhur për moshën e tyre, sepse faktikisht për shkak të mosdijes së tyre atëherë mund të vjen deri te përhapja e kësaj sëmundje që është mjaft e rrezikshme dhe vdekjepruese. Sot kemi pasur një vizitë nga studentët e Kolegjit Dukagjinit, ku na kanë informuar për sëmundjen HIV/AIDS. Na kanë pajisur me disa informata të cilët më herët nuk i kemi ditur. E kemi bërë një test i cili nuk ishte shumë i vështirë dhe për që na tregonte dhe na këshilluan për këtë sëmundje, të cilën e dëmton sistemin imunitar. Ndryshe në Kosovë, këtë vit janë shfaqur vetëm 2 raste të reja, duke quar numri në 86 persona, ndërsa nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë, kanë vdekur 38 persona.